mos merr vaksina, mos pit shumsht, mos ha mesh, mos ha perime. Qysh me dallu çka është shkencë e çka është budallaki e panek? Sot jetojmë në një botë ku informatat shumica vijnë nga një ambient siç është interneti, ku jo çdo gjë është e verifikuar. Do të thotë ti që ke një audiencë mesatare, që i ke një kamerë, edhe që i ke disa hyra që ta mundson ty me e bo një xherim, një klip, ti mundesh me ndiku në mas edhe me hudh një lajm që është edhe ju e dini që është i gabum ose i rreshëm, edhe mundesh me fitu për krahje. Për senzacion. Për senzacion. Është dëshira jote, je person i tipit që ke nevojë për vëmendje, nuk ke mujt me marrë vëmendje ndryshe, pos me nxit kësi tema, dhe natyrisht sot dhe drejta fjalës ta lejon ty me dalë me thonë, nuk e di. Ata që ulen në karrika me ngjyrë të hirit, pas një vjetë do të smuren nga infarktja akuti miokardit. Është e hapur, do të thonë kërkush s'ta ndalon ty në aspektin ligjor. Këtë çka duhet është njerëzit e kësaj fushë me ju demantu juve ose me dhon prova për të kundërtën tuaj. Sa i përket çështjes që ju ngritët, unë jam një ndër ta që si krejt bota shfrytëzoj telefonin. Edhe si të hapi, përkundër që algoritmat e kërkimit në telefonin tim natyrisht i përkasin epidemiologjisë edhe hulumtimeve shkencore, megjithatë edhe në telefonin tim dalin shumë intervista ose klipe të tipit mos hakte, mos pekte, mos merr këtë vaksinë, mos bën atë. Natyrisht varet prej personit, sepse interneti e ka një të mirë. Ti mundesh me zgjedh kujt i ekspozosh ose kujt jo. Në një lajm i cili për ty qenë ka po të irriton ose po të ngjall parehati, në rastin tim për shembull komplet lajme të cilat si ti shoh ma bën një ndenjë stresi, edhe nuk kisha dashur me i pa në murin e rrjeteve të mia sociale.